Qeveria ka miratuar ndërtimin e një deponie moderne sanitare në rajonin e Pollogut, një projekt strategjik për menaxhimin efikas të mbeturinave. Lajmin e ka bërë të ditur zëvendës kryeministri Izet Mexhiti në rrjetet sociale. Sipas tij, ky investim prej mbi 17 milion eurosh, i mbështetur nga Banka Evropiane për Zhvillim, Zvicra, Suedia dhe Bashkimi Evropian, do të sjellë një sistem rajonal modern që do të shërbejë për të paktën 10 vjet. Sipas Mexhitit, deponia e vjetër e Rusinos do të mbyllet dhe në vend të saj do të ndërtohet një strukturë e re, sipas standardeve më të larta mjedisore dhe evropiane. Përveç ndërtimit të deponisë, projekti përfshin edhe ndërtimin e 5 stacioneve të transportit, sigurimin e pajisjeve dhe automjeteve të reja dhe krijimin e një sistemi të integruar për menaxhimin e mbetjeve. Nuk po investojmë në thjesht një deponi, por ky projekt është një investim në shëndet, siguri dhe të ardhmen e gjelbër të qytetarëve tanë, njoftoi Mexhiti.